nuk përballet me pyetjen nëse vujtja ka ndodhur, por nëse ka prova që lidhin në mënyrë të ligjshme të vuajtje me krimet për të cilat Zoti Selimi akuzohet. Kemi paraqitur informacione dhe prova lidhur me dëmin që kanë mësuar viktimet. Në këtë kontekst, trupi gjykues përballet me pyetjen nëse vuajtja që ka ndodhur nuk përballet me pyetjen nëse vujtja ka ndodhur, por nëse ka prova që lidhin në mënyrë të ligjshme të vuajtje me krimet për të cilat Zoti Selimi akuzohet në mënyrë personale. Pra, se mbrojtja e Selimit duhet se propozon dy gjëra. Së pari, se ne nuk kemi vërtetuar apo treguar lidhjen midis dëmit të pësuar nga viktima dhe krimet për të cilat janë ngritur akuza, dhe do të trajtoj këtë në një çast, duke përgjigjur komenteve të mbrojtjes lidhur me provat apo dëshmitë e ekspertëve. Së dyti, pra pretendimi është se ne nuk kemi vërtetuar lidhjen midis krimeve dhe mbrojtjes dhe Zotit Selimi. Përgjigjja jonë për këtë pikë të dytë përmban dy aspekte. Njëra është se nuk ka kriter apo kusht ligjor për neve që të vërtetojmë ekzistencën apo lidhjen midis krimeve dhe Zotit Selimi apo të akuzuarve të tjerë, jo në këtë fazë dhe në fakt as në një fazë tjetër të këtij procesi. Së dyti, si pasojë, ne sigurisht që nuk jemi përpjekur të bëjmë asnjë të tillë konkretisht para që të vërtetojmë një lidhje midis krimeve dhe Zotit Selimi. Ajo që ne kemi bërë është që kemi paraqitur informacione dhe prova lidhur me dëmin që kanë mësuar viktimet. Dhe kjo kërkohet nga ne. Nuk është puna jonë që të vërtetojmë akuzat kundër Zotit Selimi. Kjo është punë e prokurorisë. Dhe ne nuk jemi përpjekur të bëjmë një gjë të tillë me provat që janë marrë nga ekspertët. Qëndrimi im është që, dhe ne parashtrojmë, në rastin ndonjëri për të akuzuarve shpallet fajtor dhe pastaj për të vërtetuar përgjegjësinë e tyre sa i takon zhdëmtimeve, ajo që duhet të vërtetuar është lidhja midis dëmit dhe krimeve për të cilat të akuzuarit janë shpallur fajtor. Në veçanti, nuk është ligji se lidhja midis sjelljes të individit dhe dëmit duhet të vërtetohet. Ky ishte argumenti që u paraqit nga mbrojtja shalës në çështjen 4 përpara trupit gjykues dhe përpara panelit të gjykatës së apelit, i cili e rrëzoi atë me 29 janar të këtij viti, dhe kjo është në parashtrimin e protokolluar në çështjen e apelit 03 F73. Mbrojtja e shalës, ashtu si dhe mbrojtja e Selimit, argumentojnë se ishte domosdoshme të vërtetohej lidhja midis veprimeve të akuzuarit dhe dëmit që të pësuar nga viktimat. Ne mund të themi me besim se ligji nuk parashen një gjë të tillë dhe citimi në ekran që shfaset tani në diapozitivin 2 tregon atë. Paneli i apelit vuri në dukje se shkakësia apo standardet e shkakësisë, lidhjes së shkakësisë të përshkruar më lart, duke filluar me 22.1 të ligjit të rregullën 2 të rregullores, dhe pavarësisht nëse shkakësia faktuale apo ligjore ka bëjmë përfshirë shkakësia faktuale apo ligjore, tani jemi akoma në diapozitivin 2. Pra nëse lidhja shkakësisë ligjore dhe faktuale në fjalë kërkon për këtë duhet lidhja midis tyre, dhe këto janë fjalë kyçe, pra lidhja midis krimit dhe dëmit të pësuar, dhe jo sjellja e akuzuarit dhe jo lidhja midis sjelljes së akuzuarit dhe dëmit. Paneli i apelit vlerëson se kuptimi i zakonshëm, nëse kuptohet në mënyrë të zakonshme në 22 i ligjit dhe rregullat 2 rregullore, është qartë lidhur me këtë, por zhdëmtimet duhet të miratohen, duhet të mbështeten në dëmin e pësuar si pasojë drejt e kryerjes së krimit brenda jurisdiksionit të dhomës specializuara në lidhje me të cilin një person është shpallur fajtor.